أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم Allahun e madhreshëm e farandrojmë fillimisht që na dha ymër që ta mrimë edhe këtë Ramazan. Allah i madhreshëm i meriton të gjitha falëndrimet tona për të gjitha dhunti që na jep ato që i dim dhe ato që nuk i dim. Allahun e falëndrojmë çdo herë që ne gabojmë ai na fal. Çdo herë që bëjmë një vepër të mirë e në te kemi mangësi e ai për nesh e pranon. Allahun e madhreshëm me falëndrojmë për të gjitha dhuntit dhe begatit që ai vazhdimisht me të na gëzon dhe na begaton. Dhe përsëri atë e falëndrojmë që na dha ymër me emri këtë Ramazan. Atë e falëndrojmë që na mundsoi që me i kalu në agjërim këto 20 ditë e para të Ramazanit. Atë e falëndrojmë që na dha iman që me shtu adhurimin në këtë muaj të madhreshëm të Ramazanit. Atë e falëndrojmë që na dha vullnet me ndejt me Kur'an në këtë ditë e Ramazanit. Atë e falëndrojmë që na i lidhi zemrat për xhami në këtë muaj të madhreshëm të Ramazanit. Atë e falëndrojmë që na ndihmoi ta përmendim atë më shumë në këtë muaj të madhreshëm të Ramazanit. Atë e falëndrojmë që na ndihmoi të vizitojmë farefisin në këtë muaj të madhreshëm të Ramazanit. Atë e falëndrojmë i cili na ndihmoi që ta lutim dhe të kërkojmë prej Allahut më tepër në këtë muaj të madhreshëm të Ramazanit. Atë e falëndrojmë që i kemi këto xhamia të mbushura me xhamat. Atë e falëndrojmë që kemi këto hoxhallar që shërbejnë këtë Islam vendet tona. Atë e falëndrojmë që kemi këto hafëzllar që i zbukurojnë xhamiat tona me këndimin e Kuranit. Allahun e falëndrojmë që kemi ata zengina që japin sadaka dhe zexhat dhe i ndihmojnë shumë punë të mira që bëhen këtë muaj të madhreshëm të Ramazanit. Allahun e falëndrojmë që kemi këta pleq xhamat xhamia tona dhe i zbukurojnë ato. Allahun e falëndrojmë që kemi ato nana që Allah kujdesen për fëmijët e tyre në shtëpiat e tyre. Allahun e falëndrojmë që kemi ato gra që përgatisin iftarin dhe syfyrin dhe marrin sevapin më të madh se vetë agjëruesit. Allahun e falëndrojmë që na ka gëzuar me evlad e inshallah Allah i bën të xhairit e i udhëzon ata. Allahun e falëndrojmë për shumë të mira që Allahu vazhdimisht me to na gëzon dhe na beqaton. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse ju mundoheni me rumllaksu mirësitë e Allahut, kur nuk mund të përfundohet rumllaksimi dhe numrimi i të mirave të Allahut xhelal. O vëllazër, a dini sa njerëz sot nuk janë me ne? E në vitin e kaluar ka qenë me ne. Ati s'u ka dhënë mundësia me emri edhe këtë Ramazan. Ati s'u ka dhënë mundësia me shfizu edhe një shans për t'ju falë gjunohat ati. Ati nuk ju ka dhënë mundësia me i bë edhe këto ibadete. Ati nuk ju ka dhënë mundësia me fitu rahmetin e Allahut. Ati nuk ju ka dhënë mundësia me u liru nga zjarmi i xhenemit. Ati nuk ju ka dhënë mundësia me fitu këto shpërblime të mëdha të jashtëzakonshme të veçanta që Allah i madhreshëm i jep besimtarëve që e kalojnë këtë muaj në agjërim. A dini çka do të më thonë kjo punë? Do thot neve që Allahu na ka dhënë ymër, neve që Allah e ka caktuar me pas ymër me emri edhe këtë Ramazan, ne ka dhënë edhe një mundësi të artë, ne ka dhënë edhe një mundësi të shkëlqyeshme që ne më u vetëdisu, që ne për gjunave tona më u pastru, që ne jetën tonë me adhurime me stolis, që ne punët e mira me ishtu, që ne edhe ma mirë me Allahun raportet me ndërtu, që ne edhe ma afër Allahut me qëndru, që ne zemrat tona ma të bardha me i bo, edhe me iman ato me imbush. Këto janë mirësi, që nëse ndalim na me i mendu, gjithë nata ka mundësi me na shku, e ato të mira që Allahu na i ka dhënë me faktin që na ka dhënë mundësi me të këtë Ramazan, ne nuk ka mundësi me rumbullaksu. Do thot, Allah i madhreshëm
ka pa në zemrat tona iman, ka pa në zemrat tona dashni për Zotin Dhul Xhelal, dashni për Islamin, dashni për Kur'anin, dashni për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe na ka mundsu, dhe na ka përgatit, dhe na ka ndihmu, dhe na ka lecu që na përsëri në këtë Ramazan të jemi rob të devotshëm të Allahut Dhul Xhelal. Përsëri në këtë Ramazan të mundohemi të jemi rob të përulur para madhnisë së Tij subhanahu wa taala. Përsëri në këtë Ramazan ta vendosim ballin në sejdë dhe të bëjmë dua, duke shpresuar që Allahu duat tona ka më i pranu. Që përsëri në këtë Ramazan të mundohemi të bëjmë xhihad me nefsin ton e të bëjmë tërbije atë në vlerat morale islame që i kërkon Islami vazhdimisht në jetën tonë. O vllazën, përsëri i them, shumë kemi nevojë na me falëndru Allahun Dhul Xhelal për këtë të mira që na jep Allahu Dhul Xhelal, e sidomos për këtë mundësi të ardhur që na edhe një herë, edhe një vit të arrijmë këtë Ramazanin e vitit 1446 nga hijreti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E tani, çfarë themi? Allahu Dhul Xhelal në Kur'an në 7 vende e përmend një porosi. Dhe thotë kështu: "Wa bashshiril mu'minin." Dikun është "Wa yubashshirul mu'minina." Jepi myshdë besimtarëve. Janë 2 komponente, një pjesë e ajetit me 2 fjalë. Jepi myshdë besimtarëve. Çka ngërthen kjo myshdë? Nuk është përmend në Kur'an. Është e përgjithësume, është e papërcaktume, që çka të mendojsh për të mirave të Zotit është myshdë për besimtarin. Allahu Dhul Xhelal e Tija është këtë që ka në qiell dhe në tokë. Ajo është i gjithë fuqishmi, ajo është i gjithë dishmi, ajo është i gjithë mundshmi, ajo është fisniku, ajo është bujari, ajo është dordhani. Edhe krejt që ka dën ai me na dhon na jep. La rada li fadlihi, wala muaqqiba li hukmihi. Askush s'ka mundësi me e kthy mbrapsht dhuntin e tij. Dhe askush s'ka mundësi me pengu vendimin e tij. Kjo është Allahu Dhul Xhelal, Rabbul Alamin, Zoti i gjithë botrave, që ai s'ka nevojë për askënd, a krejt bota dhe krijesat kanë nevojë për madhninë e tij subhanahu wa taala. Andaj, wa bashshiril mu'minin, jepi myshdë besimtarëve, Allahu Dhul Xhelal ja ofron mundësit me fitu besimtari për thesareve të Tija, që ato janë pa kufi. Ato i din vesh madhnia e Tij, depot e Tija janë të mëdhaja sa qiejt dhe toka, dhe nëse gjithë krijesa u jep ato gjëra që ata i kërkojnë, kjo as pak nuk e pakson pasurinë e depove të Allahu Dhul Xhelal. Dora e Tij është e mbushur. Yedullahi mal'a wa yaminullahi mal'a. E djathta e Tij është për plot e mbushur. Yunfiqu ana al-layli wa atrafa an-nahar. Jep gjatë natës dhe ditës për mirësive të Tija pa ndalë. Mirë po vllazën, kur e ndëgjojmë në këtë pjesë ajeti kuranor wa yubashshir, jep myshdë. Pyetja që duhet më parashkruaj vetvetes është kjo: a jemi në ata që e meritojmë këtë myshdë nga Zoti Dhul Xhelal? A jemi në ata që meritojmë këtë dhunti, këto begati, këto mirësi, këtë pasuri, këto dhurata? Apo kur Allahu i madhërisëm na thëriste tek ai që më na përgatit për këto dhurata, ne e bënim veshën shurdh. Ne nuk e ndëgjonim këtë thirrje. Ne nuk i përgjigjeshim kësaj thirrje. Ne nuk i nënshtroheshim atyre urdhrave. Ne nuk largoheshim për atyre gjëra që i ndalonte madhnia e Tij. Andaj nëse don me meritu këtë bushra, këtë myshdë, ka nevojë paraprakisht me u përgatit duke u nënshtruar madhnisë së Tij. Andaj pjesa e dytë e ajetit wa yubashshirul mu'minin, jep myshdë besimtarëve,
Pra kjo myshde qenë ka e përcaktuar për besimtarët. E tash kush janë besimtarët? Besimtarët a janë vetëm ata super të devotshmit? A janë ata që bëjnë punë të mira edhe gabojnë? A janë ata që vazhdimisht veten zullum i bëjnë? Krejt këta janë besimtarë. Përderisa nuk kanë bë vepra me të cilat e kanë fik imanin në zemrat e tyre, e kanë shemb besimin në zemrat e tyre, e kanë zhbë imanin në zemrat e tyre, ata janë besimtarë. Pra përderisa një njeri nuk ka thonë një fjalë, apo nuk ka bën një vepër e cila e çon në kufër, në mos besim atë njeri, ai është besimtar. Besimtar i dobët, besimtar mëkatar, besimtar që përzin punë të mira dhe të këqija, besimtar i devotshëm, këto janë besimtar. Minhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat. Kështu Allahu Dhul Jalal i ndan besimtarët. E fillon me kategorinë e parë, zalimun li nafsihi, ai që i bën zullum vetvetes. Dhe shumica për njerëzve i bëjnë zullum vetvetes. Bëjnë gjunaha dhe gabime. E të tjerët janë mesatar, muqtasid. Bëjnë punë të mira, po edhe habiten nga disa tjera. Bëjnë punë të mira, po harrojnë kanë herë edhe bëjnë gjunah. I përzin khalaqu amalan saliha wa ukhra sayya. I përzin punë të mira me të këqija. Edhe këta janë shumica e besimtarëve. Wa minhum sabiqun bil khairat, edhe për tyre ka njerëz që janë të parët në veprat e mira. Bëjnë gara besimtari me vëllaun e tij besimtar, kush ka me mri i pari te Allahu Dhul Jalal. Bëjnë gara besimtari me vëllaun e tij besimtar, kush për tyre i pari ka me mri te Allahu Dhul Jalal. Inshallah Allahu na bën gjithë për kësaj kategorie. Ama gjithë janë besimtar. Edhe për gjithë këta vlen kjo mish dhe Allahu Dhul Jalal. Ajo që e mendojsha para se marrë në xhami, i thësha vetes, edhe mendojsha që ja vlen me a thonë besimtarve se kjo mish dhe është për ne gjithë që sonte jemi në xhami. Sepse Allahu Dhul Jalal na dha ymër me emri këtë Ramazan. E kemi kalu me agjorim. I kemi falë 5 kohët e namazit. Kemi falë edhe teravi. Kemi lezu pak ma shumë Kur'an. Kemi bo dhikër edhe dua. Kemi dhonë edhe sadaka. Kemi bo edhe vizita falë fisnore. Imi mëndu me ishtu veprat e mira. Kjo përgatitje 20 ditore është për me fitu këtë myshde. është me na përgatit që na me kalu në 10 e fundit përgatitur për sfidat e reja. Kemi kalu në nivelin e fundit. Edhe tani niveli i fundit i ka sfidat më të vështira. Ballafaqimi është më i rëndë. Detyrat janë më të rënda, më të vështira. Mirë po kur e pash xhamatin që ka ardhur para se me fillu namazi i natës, e kishin mush oborin e xhamis edhe vishin besimtarët dhe besimtarët turma për me u përgatit me ndet në kam për Rabbul Aleminin. Thash elhamdulillah, këto 20 ditë pas kanë qenë mbjellja e fort e hoxhallarëve, edhe këshillave të besimtarëve, edhe angazhimit të aktivistave, dhe besimtarët e kanë kuptu se tani mas i kalu 20 ditë nuk duhet na mu dobësu, nuk duhet na mu ligështu, përkundrazi në tash në 10 e fundit duhet me kallëzu këtë atë që kemi vjerë 20 ditë e para, për me të regu se në këto 10 ditë kina me dhonë edhe një fish ma shumë, edhe 2 fish ma shumë angazhim, që të vjen në fundi këtë Ramazanit duke fitu një sen që është gjëja ma e madhe, të cilën duhet me dëshiru çdo besimtar në jetën e tij. E cila është ajo? Cila është dëshira më e madhe e besimtarit në këtë dynjë? Me fitu kënaqësinë e Allahut Dhul Jalal. Andaj këto 10 ditë që i kemi në disponim ose 9,
janë momente ku secili prej nesh vazhdimisht duhet më u përpjek, duhet më u mundu, duhet më lodh me fitu kënaqësinë Allahu Dhul Xhelal. Edhe për me përfundu këtë këshill, jo rastisht ulemaja islam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën e tij, pastaj ulemaja islam brez pas brezi deri sot hoxhallar e kanë gjyku dhe kanë vlerësu se në 10 që në fundit të fillojmë falim namazin e natës, namazin e taravis, mas mesit natës. Pse? Sepse Allahu Dhul Xhelal në Kur'an po thot, përmendet në 2 sure ky ajet, wabil ashari hum yastaghfirun, kone syfirit ata kërkojnë falje, wal mustaghfirin bil ashar, dhe ata që bëjnë istikfar në kone syfirit. I përshkun Allahu Dhul Xhelal besimtarët e devotshëm, njerëz që rinë qut, njerëz që rinë zgjut, njerëzit që kalojnë në ibadet pjesën e fundit të natës. Edhe atëherë, mas adhurimit që ja bëjnë Allahu Dhul Xhelal, vazhdojnë, kjo i vjen sikur se na tash, ku ta sosim namazin e natës, të shku të shtëpia mu përgatit për syfyr, me vazhdu me thonë, Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Masi kemi bo një adhurim të madh, masi kemi qëndru gjatë në kam për Allahun Dhul Xhelal, masi kemi bo sejdë gjata dhe jemi lut Allahu Dhul Xhelal, masi jemi mundu me shiju kënaqësinë e adhurimit të namazit natës, të shku të shtëpia të thonë Astaghfirullah, Astaghfirullah, sepse është koha më e mirë kur besimtari kërkon falje për Allahu Dhul Xhelal, siç e përmendën në ajetin kuranor, e ulemat kanë thonë, e dini pse? Sepse është koha më e mirë që njeriu t'i lutet Allahu Dhul Xhelal. Është koha më e mirë kur njeriu i lutet Allahu Dhul Xhelal dhe ka garancë se lutja e tij nuk kthehet mbrapsht. Se lutja e tij ka më u pranu. Pranohet lutja jote gjatë ditës në agjërim, pranohet lutja jote gjatë iftarit, pranohet lutja jote edhe tani kur ti qohesh, kur krejt flen ose një pjesë e madhe flen, ti qohesh me ndet në kam për Rabbul Aleminin, me ndet sejdë për Rabbul Aleminin, edhe në pas këtij ibadetit kaq të madh me kërku falje për Allahu Dhul Xhelal. E sigurisht se janë momente madhështore, të cilat momente thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu i madhërisëm zbret në qiellin e dynjas në 1/3 e fundit të natës dhe thot, a ka kush lutet ti përgjigje, a ka kush kërkon diçka ti jap, a ka kush kërkon falje ti ja fali. Allahu i madhërisëm bën veprim me ju afru robërve të tij, megjithse filozofia është që ne t'i afrohemi atij. Po kur e shef Allahu i madhërisëm se në këtë kohë ka njerëz që janë qu me u fal, Allahu i madhërisëm don me tregu kujdesin e tij për robën e tij dhe ai bën veprim edhe ai i afrohet robëve të tij, ashtu siç i takon madhnisë të tij dhe thot, a ka kush lutet t'i jap, a ka kush kërkon, a ka kush lutet t'i përgjigjem, a ka kush kërkon t'i jap dhe a ka kush kërkon falje t'i falje atij. Shifni vëllazni, janë mundësit jashtëzakonshme të arta që duhet t'i shijojmë e të kënaqemi, e inshallah taala Allahu i pranon adhurimet tona, Allahu na i fal mangësitë tona, Allahu i pranoft adhurimet tona, Allahu na mbuloft me mëshirën dhe bekimet e tija, Allahu na i kënaq zemrat me dashurinë ndaj tij, dashurinë ndaj Islamit, dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndaj Kuranit. Allahu i madhëshëm nuk na largoft nga këto me gjithë përveçse me mëkatet falur inshallah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.